Nëse po e sheh këtë video, universi ka një mesazh të drejtë për drejtë për ty. Ka momente kur universi nuk flet me zhurmë, por me saktësi. Nëse kjo video po të del përpara tani, nuk është rastësi dhe as thjesht për kuriozitet. Një mesazh po drejtohet pikërisht tek ata që janë gati ta dëgjojnë. Kjo nuk është një paralajmërim i zakonshëm dhe as një përshkrim i përgjithshëm. Është një thirrje e drejtë për drejtë për ata që ndjejnë se diçka po ndryshon, edhe pse ende nuk dinë ta shpjegojnë. Disa shenja janë zgjedhur për ta marrë këtë mesazh më qartë. Nëse e gjen veten këtu, ndalo për një moment dhe dëgjo. Akrepi, mesazhi për ty vjen i drejtë për drejtë, por i qetë. Prej kohësh ke ndjerë se një situatë nuk është ashtu siç duket dhe tani universi po ta konfirmon këtë pa dramatizim. Në punë, një detaj i vogël ose një sjellje e përsëritur nga dikush po të tregon të vërtetën që ke shmangur. Nuk është koha për përballje të forta, por për vendime të qarta dhe të heshtura. Në marrëdhënie, po bëhet e dukshme nëse lidhja bazohet në ndershmëri apo në frikën e humbjes. Financiarisht, kërkohet maturi dhe vëzhgim, sepse një ndryshim i vogël mund të ketë ndikim afatgjat. Energjikisht, intuita jote është në nivel shumë të lartë dhe nuk duhet injoruar. Ky mesazh nuk vjen për të të shqetësuar, por për të të çliruar nga një situatë që po të konsumon në heshtje. Nëse vepron tani me qartësi, hapet një fazë më e pastër dhe më e fortë për ty. Peshqit, për ty, ky mesazh ka një ton thellësisht shpirtëror. Universi po të flet përmes ndjesive, jo përmes fakteve të forta. Mund të ndjesh një shqetësim të lehtë ose një mall të pashpjegueshëm, por kjo është shenja që diçka po zhvendoset brenda teje. Në punë, paqartësia e momentit nuk është dështim, por mbyllje e një cikli që nuk të përfaqëson më. Në marrëdhënie, bëhet e qartë se kush të kupton realisht dhe kush thjesht përfiton nga ndjeshmëria jote. Financiarisht, kjo periudhë kërkon durim dhe shmangje të vendimeve emocionale. Energjikisht, po thirresh të vendosësh kufi pa ndjenjë faji. Ky mesazh është një kujtesë se empatia jote është dhuratë, por nuk duhet të kthehet në barë. Nëse e dëgjon këtë thirrje tani, fillon një proces shërimi që të çon drejt më shumë qartësie dhe paqeje të brendshme. Luani, mesazhi për ty lidhet me vlerësimin dhe drejtimin e energjisë tënde. Universi po të tregon në heshtje se ku po e harxhon forcën pa marrë kthimin që meriton. Në punë, një situatë po të vë përballë faktit nëse po respektohesh për atë që je apo vetëm për atë që ofron. Në marrëdhënie, mungesa e vëmendjes ose reagimeve po flet më fort se fjalët. Financiarisht, është koha të rishikosh prioritetet dhe të ndalosh shpenzimet që bëhen për të ruajtur imazh. Energjikisht, kjo është një periudhë pastrimi egoje dhe rikthimi tek vetvlerësimi real. Mesazhi i universit për ty është i qartë, drita jote nuk duhet shpërndar kudo. Kur fillon ta drejtosh aty ku vlerësohet vërtet, gjithçka fillon të rreshtohet në favorin tënd. Binjakët, ky mesazh vjen për të ndaluar për një moment. Mendja jote ka qenë e zënë me shumë ide, plane dhe mundësi, por universi po të kërkon fokus. Në punë, një zgjedhje e qartë duhet bërë, sepse të gjitha rrugët njëherësh po të shpërndajnë energjinë. Në marrëdhënie, komunikimi është kyç, por këtë herë kërkohet ndershmëri e plotë, jo fjalë për të shmangur konfliktin. Financiarisht, organizimi bëhet thelbësor për të shmangur stresin e panevojshëm. Energjikisht, kjo është thirrje për të zgjedhur cilat mendime dhe cilat njerëz meritojnë hapësirë në jetën tënde. Mesazhi i universit për ty është i thjeshtë, qartësia vjen kur ndalon së shpërndari veten në shumë drejtime. Britsjapi, për ty, ky mesazh lidhet me strukturën dhe përgjegjësitë. Universi po të sinjalizon në heshtje se diçka në themelet e tua ka nevojë për rregullim. Në punë, një presion i brendshëm po të tregon se drejtimi aktual kërkon rishikim, jo domosdoshmërisht ndryshim të menjëhershëm. Në marrëdhënie, bëhet e qartë nëse lidhjet janë ndërtuar mbi ndjenjë apo mbi detyrim. Financiarisht, kjo është periudhë për planifikim dhe jo për rrezik.
energjikisht, po thjesht të ndërtosh stabilitet më të shëndetshëm, jo më të rëndë. Ky mesazh është paralajmërim i qetë, por i saktë. Rregullo tani atë që nuk funksionon, për të shmangur kriza më vonë. Nëse e dëgjon këtë thirrje, forcon themelet për një fazë më të qëndrueshme. Nëse e ndjeve këtë mesazh, shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën e pranoj. Bëj like që ky mesazh të vazhdojë rrjedhën e tij. Abonohu që të mos humbasësh mesazhet e ardhshme. Dhe shpërndaje këtë video me dikë që ndjen se ka nevojë ta dëgjojë tani.